Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jalla. Të falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet që qojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dersi 39 me radhë që flasmi për melekët. Edhe kësaj radhe do të flasmi pak në këtë pikë edhe inshallah dersin e radhës edhe pak e shtojmë rreth një teme që ka të bëjë për melekët, ajo është se a shihen melekët në formën e vet. A kanë mundësi melekët më po në formën e vet dhe si trajtohet kjo çështje, çu shihen, tek shihen dhe rreth kësaj pike çështjeje inshallah do të flasim kësaj radhe. Fillimisht kur të shikojnë argumentet që flasin për melekët, nëse i të bujnë argumentet që flasin për melekët, e shohmë se deri tani për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i vetmi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili e ka pa melekun në formën e vet, i vetmi është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që e ka pa melekun Jibril në formën e vet 2 herë. Herave të më shumë se 2 herë i ja. Sikur që ka thonë Aisha radiallahu anha thot, "Walakinahu ra'a Jibril fi suratihi marratayn." Pejgamberi alayhis salam e ka pa Jibrilin në formën e vet që Allah e ka kriju, në fizionominë e vet që Allah e ka kriju, e ka pa 2 herë. Edhe këtë fjalë të Aishës e transmeton Imam Buhariu. Por nga që kjo kuptohet se pejgamberi veç 2 herë i pas ka rastis me pa melekun në formën e vet. Pastaj, nëse i të bojna argumentet, në ato që unë kam po, nuk kemi mundur me gjetë në argument që edhe pejgamberet e mëhershëm, e jashtë në Muhamedit sasam, kerejt ata 124.000 pejgamberet në mesin e tyre Muhamedit sasam, përveç pejgamberit s'kemi gjetë në argument të bazën të mjaftueshëm, të sakt, që nëjkush pe pejgamberve e ka po Gjibrilin, apo ka po ndonjë melek në formën e vet. As për pejgamberet e tjerë nuk kemi gjetë ndonjë argument që e kanë po në formën e vet. Ndërsa melekët të formësuar, diçka prej argumenteve veç kemi përmend se e kanë mundësi me po si pejgamberet e Zotit, gjithashtu këto kanë krejt pejgamberet, e kanë pas mundësi me po melek të formësuar në formë tjetër, në formë të burrit. Ndërsa edhe këto kanë pasur përveç pejgamberëve edhe njerëzit e tjerë. Edhe sahabët i u ka rastis sahabëve që e kanë po në formën të formësuar, domthonë e kanë po melekun të formësuar. Ndonjëherë i ka rastis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i ardh meleku Jibril. Edhe me i ardh dhe në praninë e pejgamberit alayhis salam, me qenë shok të tij, me qenë ndonjë prej gravet e tij, e ka pas melekun dhe ka qenë atu prezent, por mos me pa dikush tjetër përveç pejgamberit alayhis salam. Mos me pa dikush tjetër. Mos me ditë që është dikush ato përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por me pas melek ato dhe me ardh ankas pro meleku Jibril në këtë rast, edhe mos me pa dikush tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argument për këtë hadithi që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, që vjen për Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi alajhi një ditë për ditë i tha: "Ja Aisha, hadha Jibril yaqra'u alayki salam." O Aisha, këtu është Jibrili, po të jep selam. Vërtet, Jibrili, meleku prej melekëve më të mëdhaj, që njeh domethënë krijimtaria e Zotit, prej melekëve më të mëdhaj është meleku Jibril. Ky me i dhon selam Aishës, çka aludon për pozitën e Aishës tek meleku, edhe pozitën e Aishës tek Allahu Azza wa Jall. Edhe pejgamberi tha: "O Aishë, meleku Jibril po t'jep selam." Aisha ja kthej: "Wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu." Edhe në një presje, Aisha tha: "Tara ma la ara." Tha edhe mbi ton që selam. Ja kthej selamin Jibrilit. Aisha, dhe tha i dërgumi Zotit, po sheh sanet diçka. Nas po shohmi. Kjo është pjesë argumentimit. Kjo është pjesë argumentimit që pas ka pas mundësi me qenë
fillimisht i formësuar, ma e lehtë për ta po. Në këtë rast, mos me qenë i formësuar, mos mu po vetëm përveç pejgamberit, mos me po dikush tjetër. Ky është argument i bollshëm për ta kuptuar një gjë të tillë. Se pas ka pas mundësi me kon, por se po ojsha. Ato ishte ojsha, por në prezencën e pejgamberit ishte ojsha. Ka rastësi edhe herave tjera, që argumente janë shumë të s'kam me zgjeru për çdo fjalë tash argumente, që në herë ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe veç që ka ditë që është Xhibrili ato, e ka ditë që shpallja po i vjen. Veç gjendjen ja kanë po të pejgamberit, por nuk e kanë po melekun. Ndërsa të formësuar edhe këto argumente të shumta. Për ty në për shembull hadithi i njoftur. Mashhur, o mashhur i njoftur. Mashhur do të thonë që transmetojnë 3 burra ose pak më shumë. Do të thonë i njoftur është hadithi i Xhibrilit, kur i ka ardhur transmetimi çështjenor se erdhi një burr me flokë të zeza, shumë të zeza, me një mantill ose me një tesht të bardhë, shumë të bardhë, erdhi një burr tek pejgamberi dhe pyeti ku është pejgamberi dhe hadithi deri në fund. Pra e panën edhe shokët e pejgamberit apo çfarë ato merrin transmetim. Thotë dyqysh na vike interesant. A ju afru pejgamberit pe pyet, çish është iman, çka është Islami, çka është imani, po i pyet çka është ihsani, ku ndodh kiameti, sa. Po kur e pyet kën fillim, tha i thike sadakt. Të vërtetën e the. Kjo tani më na çudit ke. Po nuk po na nda se kjo pjesë tashti, po ne po na se pjesa që e shishin që është prezant. Ato burri është prezant. Pra kështu për me qenë prezant kanë po shumë herë, pra ju ka rastis dhe e kanë mundësinë nga që kjo pjesë e argumentimit çka po plosmi se e kanë mundësinë me po melekun e formësuar përveç pejgamberit edhe njerëzit e tjerë çështë qysh e patën edhe sahabit. Edhe ka posë rast ka qenë bete, si në bete në Uhudit, ka posë rast, hadith i vërtet, që rreth pejgamberit, ofër pejgamberit, kanë qenë 2 melek. 2 melek, në formë burrave, me tesha të bardha, që të transmetuesi ata kur më herë si kun po dhe kur pas aso herë më në kanë po. Kanë qenë meleku, kanë qenë 2 melek, Xhibril, Mikaili, kanë qenë që e kanë rujt pejgamberin alayhis salam po të formësuar. Por kur kanë qenë të formësuar, e kanë mundsinë. Kjo mund të mu kuptu edhe në kohën tonë që kur janë të formësuar nuk prej ashtu të mundësia mu po edhe tani. Mirë po, nisan duhet ta kemi parasysh, ndoshta këtë fjalë përsëriti, pse ndoshta i vjen në rend që flas ankas në ders për këtë pikë, që mos mu ngatru senet se ka mundësi në njërit shejtani me ardh, edhe ai me mendu që erdhi meleku dhe ka fol meleku. Ka mundësi shejtani ka ardhur. Edhe shejtani vjen, edhe qyre, unë jam melek, a shejtani esenca ti është me rajt. Edhe unë jam melek, ti fort burimi je. Po je fol ball. Le namazin. Tash ti nisja merr me ser ose diçka i thet në këtë rast, edhe ai çka thot njerëzit mu melekim ka ardhur. Çfarë ka thonë çështës? Vallai këto llojet melekut janë. Çfarë thon shekull e te mia kur pa në fanxhore kum pas kallu i herë mamati. Tha që ky llaf nuk është ai melekut. Pse? Po ky pas ka gënjy. Ka thonë që jam unë ibn Taymije. Ka thonë përdesa ka gënjy, s'është llafi melekut kë. Ka llafi shejtanit të gjinit, ka gjën. Mi po edhe në këtë rast nuk do të thotë që gjithherë shka ty të paraqitet edhe veç është melek. Edhe pse ndoshta kjo, pse e përmend ato? Për shkak të sufit është e njohur gjëja. Në është të sufit e njohur edhe për këta ndoshta flasmi në herë më shumë. Mi po tash të shtruhet pyetja se në formën unë e përmana pak në formën e vetë 2 herë ka po pejgamberi selam e jashtë në qësojna. Nuk ka argumente thash as që ka po pejgamber tjetër, jashtë në Muhammedit a.s. që ka po melekun Xhibril në formën e vetë. As ka për këto, por as për njerëzit e tjerë. Nuk ka argument që e kanë po në formën e vetë, jashtë në cëton që e përmenda. Nashta këto Allahu Azza wa Jall ka po dëbësin tek njeriu. Ka po dëbësin. Dhe ka desh me shuar rahmet mbi ta, që mos mi po meleket bashkë në formën qysh janë. Pastaj se me bo Allah Azza e ka është konjuh të kjo të ka Allah, që me bo njëri me ditë ashti, na rrethit që të një melek që kënejna po na shenë në vepat, një që kënejna kur t'i shumë me ata, edhe një tjetër që po na runë, edhe një tjetër mropa që po na runë, edhe një tjetër që po na këshillan, edhe një shejtan që po na rën karini, që rën gjithë, kur t'i shumë me gjithë ka të shkryma, e ku t'him, e ka t'dolmi, këtu, thënë djetarët, me pas bon Allah, mi po që tu, nuk ishte mund njeri me jetu një jetë të rahatshme,
ose një jetë qysh e jetu në nështatash. Ska po të nështatat të bashkëshutja vetë kur shkën, këtë ata rejtë të nejtë, atë në shkon pak, në banjë kur tim këtë rejtë që atë, i shkon Allah për i rahmetit e ti, e ka po që na mos mi po edhe mi mshif shumë gjona, por edhe një herë në kalon si sprov. Këto, që si sprov, se kjo është but gajb, edhe baza e besimit islam mbështetet në gajb. Edhe ka po që ta është i ka dal, erdë Kurani për kur erdë, për Allahot, mo për mes Gjibrilit të ka Allah. Erdë Kurani, edhe tash, ja, hajtë se Kurani, qysh meleku, e ja si besej melekun, edhe shkan këta melek, edhe Allah ka desh me në spërëv këta. Që tash, ata që i besojnë, këtu mja mot imonin. Se dë njoja spërëv ketë. Mja mot imonin, në besoft, shpëtën. E zbesen, del bilinit. Dhe është kjo për utësive, pëse Allahu, azze vë gjell, nuk e ka, nuk na ka mundësu, me po meleket. Ka herë njeriu, i rastis njeriu që me ndje, besimtarit si dëmës, me ndje se ofër janë melekt. Ofër janë melekt, por nuk i sheh. E ndjen që janë ofër meleket, por nuk i sheh. Rast, Allahu në Kur'an e përmend kur thot "Falawla idha balagatil hulqum". Thot çka është puna juve, Allahu azza wa jall. Po thot atë pse thot ju kur dikujt po i vjen rasti momenti i fundit të jetës tina. Për me dalë, po? Për me dalë shpirtit, thot wa antum hina idhin tanzurun. Edhe ju në çato momente kur një tafërmit juve po i vjen me dalë shpirti, ju jeni ka shikoni rrethit. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ana jena ma ofër ju po sini ka shihni, sini ka shihni. Dietar kanë thonë zbërtues të Kur'an për ty Saadi, kanë thonë na me dijen ton jena ma ofër. Melekët që i kemi dërguar mja mor shpirtin, apo meleku i vdekjes, Azraili që shnifet, do të lasë për emrin e tij, domethënë është ofër, po ju sini ka shihni. Plus ai grupi melekëve që i ndihmon melekut të vdekjes për mja mor shpirtin, që ata veç janë zirë një aloha, veç ka mja kop, haza veç me kop, këtë gjendje, besimtari që na kena një bindjes, nuk e diskutu. Besimtari po flas, nuk e diskutu. Këtë çështje. E din që në qitu momente, kur gati të dhon shpirt, që të është mbush melek. Këto e din. Do më thonë, edhe është ka e që janë gati që ati veç janë më juftuf komt. Edhe nëse mu palu, e din që ka melek. Por, nuk ishe. Pra i rastis muslimonit me ndjese të rejtë me leket kënë ardhë, janë, por nuk ishe. Ndërsa, ka rastis sahabi, ka po me lek, po e bin një ngjarje, për shkak se nështë dikush ngjarjen ka mundësi me keq kuptu. Ngjarje ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi, që vjen prej Usaid ibn Hudhairit. Usaid ibn Hudhairit tregon se një ditë për ditëve, isha une me një pjesë të natës. Edhe isha me një vend, janisa me lezu surën El-Beqare. Kur janisa me lezu, e lidha kolin tem, apo, e lidha që të ofër. Po e pota një djallë, emnin Jahja. A i djallë emnin Jahja, të pota ofër kolit. Koli ullë. Edhe të janisa me lezu surën El-Beqare. Por, zbërtysit e haditheve, shurrah al-hadith, kanë thonë se Usaid ibn Hudhairi ka qenë prej sahabive që ka posër zonë dhe veçantë, prej matë mire. Sa që dikush ka thonë, jo është thonë prej bukurisë zonë Davudit. Alisëm jo thonë që ti sahabiju. Qka është mirë ka po zonin. Dhe, thonë janisa me lezu surën El-Beqare. Po kur janisa me lezu, tha, janisi koli po shkravit, po shpurdat, një sikur koli kur rejnë që diçka ju ofër. Po njësë për shkaravit. Unë ola pak, tha. Edhe unë alkoholi. Unë janë njësa apet për lezesi unë në Bekare. Tha unë janë njësa apet janë njësi koholi për shkaravit. 2 herë. Tha unë ola, unë alkoholi. Uratu. Jo edhe në 3 herë. Tha mu nuk mujta me vazhdu lezimin, tha. Edhe e lash lezimin, edhe e qova kytë për pjetë. Kure që e ta kytë për pjetë, e posh një re të modhe. Edhe mbi atre ishim do si lompa, ishim do drita, mbi re ishim disa drita.
Tha dhe kur unë e nola tash leximin, edhe këshyra i poshtë ato tha, më ja nisi raja mu largu dhe me shku për pjetë. Edhe u mos haba, shkoj tek pejgamberi. I thash, o dërgumi i Zotit, çështë më ka ndodhur? Pejgamberi më tha, Iqra ibn Hudayr, Iqra ibn Hudayr. Pse nuk lexojshe? O ibn Hudayr, o Said, pse nuk lexojshe? Pse nuk lexojshe? Është mënyra urdhërore, lexo, por dietor kanë thonë s'është për qëllim që lexoja ke pas patjetër me lexu. Jo kështu. Po pse nuk lexojshe? Në atë kuptimin që po të lexojshe, o ibn Hudayr kishin me zbrit me leket krejt. Edhe po të lexojshe, rahmeti i Allahut kishte me zbrit shumë, se me leket kishin me tardh, me rahmete, me bereqete. Mi po, ky ja kthej, ja Rasulullah tha. Vëllai tha, une po ta me lexu. Po u frigojsha për djalin tem. U frigova për djalin tem, tha se djali jam Jahjoj, tha ke ofër kalit. E u tuta kalit të i shkaravit kështu të lëviz, për i frike që nitit ashtë i kalit, u tuta që mos ma shkel djalin e për myt. Por që ta tha, o i dërgum i Zotit. Atër tham ta pejgamberi a.s. O ibn Hudayr, o Usaid, a e din se çka kanë qenë që ata në re? Ky tha, jo, tha nuk e di. Pejgamberi a.s. tha, tilkel melaiketu denet li sautik. Tha ata ishin meleket që janë afuru për me ta ndëgju zërin tënd. Dhe tha, walau qara'ta la asbahat yanzuru an-nasu ilayha la tatawara minhum, sikur të vazhdosh të me lexuti o sahabi, o shokiem, ose ibn Hudayr, tha sikur të vazhdojsh me lexu deri në sabah, tha atëherë tha çështja kishte me ndryshu, tha që njerëzit mu këta melek s'kishin mu mshef mu për njerëzve. Mu nuk kishin mu mshef për njerëzve. Apo, la të të vara, shorë transmitim tjetër, ma të stetiru minhum, s'kishin mu mshef mu melek për njerëzve. Tha po e kene ol, edhe kja, belim një rivaja tjetër, shorë, kishin me po qudira. Me pas vazhdu, tha leximin, tha, kishin me po qudira, o ibn Hudayr. Ibn Hajeri, kur ka folur për këtë hadith, Ibn Hajeri është pak mas Nevevijut. Edhe Ibn Hajeri thot se thot Neveviu prej këtij hadithi thot jawaz ru'yat ahad al-umma lil malaika. Nga që ky hadith thot Ibn Hajeri se ka thonë Neveviu, Imam Neveviu thot ka thonë se prej këtij hadithit nxirret se dikush ka mundësi mi po meleket. Padim, kur flasmi dikush me i po meleket në të formësuar, jo në formën e vet. Se për formën e vet goti veç u përmend më lart. Po ka mundësi mi po dikush meleket. Kështu ka thonë Imam Neveviu, këto ja transmeton fjalën e tij Ibn Hajeri. Edhe thot Ibn Hajeri, këto ka thot të përgjithshme, thot lakin alladhi yudhhar at-taqyid bis-salih مثلا وحسن الصوت mirë po ajo që ka mundet me ko pak më e mirë për me të ardhur meleket, thot Ibn Hajeri, edhe të formësuar, edhe mi po të formësuar, thot është ma mirë me veçu, jo çdo njëri të mund me i ardh. Po në njëri që është veçu Ibn Hudayri, Usaid ibn Hudayri, që ka pos zonin, e ka pos të veçantë dhe të mirë, dhe ka qenë i devotshëm. Pra nëse jo çdo kujt me i ardh, se sikur të ishte kështu, thot atëherë është më lehtë, por e pranën edhe fjalën e Neviut, edhe Ibn Hajeri thot që ka mundësi në kujt. Nga këto fjalë të këtyre imamëve, na e kuptojnë që në kush kur thot e kam pa një lloj përshkrimi, nuk ja përjashtojnë na mundësinë se ka mundësi e ka po melekun. Mirë po që ta dim. Ibn Hudayri pse e punon këto? Se dikush mendon se Usaid ibn Hudayri, ky sahabi, mendon që i ka po meleket në formën e vet. Transmetimi nuk thotë që i kanë po meleket në formën e vet. Bili, as nuk e din se çka kanë qenë. A i tha pejgamberi, a din çka kanë qenë? Jo s'di. Por çka ka po do drita, si lloj llampe, do drita mbira. Jep me kuptu që ka po melek të formësuar, ama jo melek në formën e vet. Ndërsa Allahu deshti që me mos si rregull tuk, mos mi po tani meleket, se po të vazhdojke ky sahabi,
se në bazë këtij transmetimit, se po të vazhdojke, atëherë kishte me vazhdu mu po meleket. Po deshti Allahu që me nal për shkak frikës, këtë me urtësi Allah i bën këtë, apo deshti Allahu që me urtësinë e tij me livrit kali, me urtësinë e tij me lan djalin afër kalit, e me nal kë Ibn Hudejri, me nal leximin e pastaj mos me vazhdu kë rregull në tok mua. Për shkak se po të kishte me shku, ata meleket kishin me ardhur dhe kishin me përshëndet njerëzit, edhe kishin me pa njerëzit. Kështu që deshti Allahu ndoshta prej arsyeve që i përmendan të për urtësive, pse Zoti e ka bën që mos me po mirë, po këtu Adhrini Ibn Hudejri tha nuk e di. Kush e lajmë që janë melek? Pejgamberi selam. Nga që i vjen disa sufi, të cilët bëmë kja shejtani vjen. Është një për aty në të afërm të iblisit, i vjen ato, edhe i flet, i jep këshilla, edhe etikë, edhe këtë ato, si mbas ti, edhe e urdhnon me ndalu, nëse e urdhnon nëse me bon që është ndaluar, ose ja ndalen nëse që është lejuar këtë ato, ky thot melek më ka urdhë. Amo, atë kush ta ka dhënë që është melek? Po Ibn Hudejri ja ka dhënë pejgamberi, ndërsa këti mundësia e kësaj ka qenë shejtani, ndërsa ai mendon që është melek. Tregon Handale prej sahabive. Thot ishmi tek pejgamberi, ashtu në hadith tjetër tash po bëj që transmetoni me Muslimi. Tha ishmi tek pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi ashtu kur na kallzoi ke neve për xhehenamin. Dysh na ngret ke imani. Na rënqeshin zemrat. Tha mi po tha kur pejgamberi ka dhënë një iman të lartë. Kur shkosh mi than shtëpi, unë tha luajja me fëmijë. Mu e harrejqa ato çka anit? Jo harrejqa, po tjera ndjenja mo tashin. Unë luajja me fëmijë, për këtë bashkëshortën, tha edhe pe vejnë vetin e tij Handale që diçka s'është mirë. Edhe del në rrugë. Ty shkon rrugë e takon Abu Bekrin. Abu Bekri Handale tha o Abu Bekr. Tha unë kam një problem. Çfarë problemi ki? Kur po jem tha me pejgamberin tha shumë të ngritur imanin. Kur po jena në shtëpi të mirë me bashkëshortën, me fëmijë se tha po na zbetet imanit me tjetër gjendje tha. Abu Bekr tha jo ton kur çështu tha, edhe unë çështu jam. Hajde shkojmë te pejgamberi. Shkon tek pejgamberi Handale pi thot ja Rasulullah çështu pi ka të gjendjen. Abu Bekr thotë ja Rasul, edhe unë sikur kjo çështu jam. Edhe unë sikur kjo. Pejgamberi alayhis salam i ju drejtu Handale sta ja Handale as-sa'a wa sa'a sa'atan wa sa'a. Sa'atan wa sa'a. Jo tha o Handale, senet nuk janë bashkështu. Ndodh çast me çast. Ndodh ai çast që njeriu e ka iman të ngritur. Ka ai çast njeriu e ka imanin më të ulët. Tha çast me çast. Vazhdon hadithi, i tha pejgamberi Handales, "Walau kanat takunu qulubukum kama takunu 'inda adh-dhikri la safatkum al-malaika hatta tusallim 'alaykum fi at-turuq." O Handale, me bom me koni jo, kjo pjesë argumentimit, me bom me koni jo, me çështjen e imanit, me dhikrit, gjithë herë, qysh jeni në gjendjen qysh jeni me mu, me konë gjithë herë, në gjendjen qysh jeni me mu, tha, kishin me ardhë me leket mjë përshëndet në rrugë juve. Edhe bërdore kishin mjë full, edhe në rrugë kishin mjë përshëndet. Po nuk është gjendja. Pra gjendja pejgamberi sikur të ishte gjithherë. Por këta është një prej arsyeve që pejgamberi po me lekun në formën e vet. Ndërsa po të ishte ta ju me gjithë që kushini me mu, atë ata kishin mi po me leket kishin mi ful për dorë në rrugë edhe kishin mi ful për dorë dhe kishin mi po në rrugë ta vazhdimisht. Mi po dietarët kanë thonë atëherë nga që kje e kuptoj naze. Ko mundësi mi po me leket. Edhe në formën e vetë, qysh, nëse kishte me u bon, imani jun, si kur imani i sahabive në momentet kur jenë konë me pejgamberin alayhis salam. Këmo këtë kushte këmë bon. Pse? Se pejgamberi tha, si kur vazhdimisht që shini me mund qitë moment, me pasko gjithë, dhe këshi po me leket që shin fujt për dorë dhe këshi selam rrugë ishin thonë. Edhe djetarë kënë, na pro, ka mundësimi po me leket në formën e vetë, nëse kishte me qenë gjendja jonë, si kur e sahabive, që shkon kune, me pejgamberin jun kune, veç në momentet me pejgamberin e samë. Por kënë thonë, për deri sa sahabive, si u ka nejt imani, gjithherë njajt, që shkan qenë me pejgamberin, edhe jashtë kësojna,
Nëse atyre s'ju kanë të njëjtë, neve edhe ma hiq. Kështu që jep me kuptu që është e pamundur me po nejkush melekun në formën e vet, me përjashtim që ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë umet. Edhe të umeteve të mëhershme qysh e përmenda. Kjo është një pjesë e këtij dersi, inshallah, këshillemi për pjesën tjetër. Lutem Allah të na fortë në mëshirën e kullu qouli hadha. Astaghfirullah li wa lakum.